afgane. E qartë, Sokol, mirë, kalojmë tek një tjetër çështje ku presidenti i SBA-s Donald Trump ka deklaruar se SBA do të rifillojnë testet bërthamore, kjo pas më shumë se 30 vjetësh ndërprerje. Pyetja lind nëse a është tashmë ky veprim një sinjal për rikthimin e politikës së fuqisë ushtarake pra si mjet të ndikimit global, dhe mund të konsiderohet nga ana tjetër ky moment si fillimi i një gare të re armatimesh bërthamore. Apo kjo është e keqja e njerëzimit. Në fakt, përsëri pse kanë kaluar 30 disa vite që 92-shin mos gaboj, domethënë kanë lënë, kanë bërë pauzë, domethënë tentativave për të zhvillimin e nuklearizmit apo armëve bërthamore dhe tashmë nuk do të kishin asnjë praktikë, nuk do të praktikoshin kurrë më, por me sa duket vetë aktualiteti apo ku shumë mendimtar të shkencës, të shkencave sociale, të shkencave të luftës thonë që në fakt tashmë nuk i kemi më ato shtetet, ato institucionet tradicionale, por kemi lider. Për shembull, në Rusi kemi Putinin, në Kinë kemi Jinpingun, në Amerikë kemi Trumpin, në Turqi Erdoganin, me Shqipëri Ramën, e të tjerë, pra që nuk kemi institucione, por kemi persona dhe këto personat normalisht e shohim vetin që janë mbi çdo ligj, mbi çdo institucion, mbi çdo gjë. Për shembull, po ashtu kemi edhe Izraelin, Benjamin Netanyahu dhe qeverinë e tij dhe kjo na çon tek ajo që me të vërtetë tashmë a do të kemi një rrezikshmëri të armëve nukleare, të armëve bothamore, a do të fillojmë domethënë përsëri lufta për të pasuruar me këtë lloj armësh apo me të vërtetë që a është një sebeb ky ndoshta për të ndaluar një herë përgjithmonë nga rruzulli toksor armë të tjera, pra se ata vetëm një herë janë përdorur atë armën në luftën e dytë botërore në Japoni dhe dihet domethënë rreziku i tyre ku i shtojmë 70-80 vite më vonë domethënë përparimi e teoria në këtë lloj shkence, atëherë do të jetë fundi i mbar njerëzimit, do ta shohim nga ana e liderëve dhe jo nga ana e institucioneve, por gjithsesi a mund të jemi në atë gjendje që mund të shtypim butonat se siç flitet domethënë sidomos këto ditët e fundit që Trump e hec me çantën e butonave nukleare, po ashtu edhe Putini, a do të jemi në atë gjendje çfarë bën vaki domethënë në këtë botë dhe sidomos të 3 vitet e fundit çfarë bën vaki, por gjithsesi unë nuk e shoh që mund të kemi një rrezik të armëve, por ndoshta mund të kemi pasurim të tyre domethënë nga shumë shtete, pra jo vetëm ato që kanë, por edhe të tjera. Në fakt, Sokol, traktati për ndalimin e testeve bërthamore është një nga shtyllat e sigurisë ndërkombëtare, ashtu si e dim, por megjithse Shtetet e Bashkuara të Amerikës nuk e kanë ratifikuar zyrtarisht. Pyetja lind nëse SBA-ja do të rifillojë testimet, a rrezikon të minojë themelet e marrëveshjeve globale për mos përhapjen e këtyre armëve bërthamore dhe të nxjisë edhe vende të tjera pra të ndjekin të njëjtën shembull si SBA. Po, kjo aty na drejton neve, por do të thënë edhe kjo që tashmë marrëveshjet ndërkombëtare apo institucionet ndërkombëtare, sidomos të 3 vitet e fundit, piles më shumë se 3-4 vite po bëhen në luftën e Ukrainës, tregojnë që nuk janë efikase, nuk e kanë funksionimin e tyre siç e kanë pasur të paktën para 10-15 viteve. Pra, janë ato marrëveshje, dikush e ka firmos dhe dikush nuk e ka firmos, por gjithsesi mosqenia e një superfuqie, pra domethënë mosqenia efektive e qëndrim, domethënë për të krijuar një paqe të qëndrueshme në mbar globin nga Kombet e Bashkuara, kjo normalisht lën disa qoshe anash, pra siç është Amerika, Rusia, siç është edhe Kina apo edhe Anglia, Franca që mund të testojnë gjërat e tjera dhe kjo automatikisht i prish gjithë ato marrëveshje që janë bërë ndërkombëtare, por kjo duhet parë domethënë se sa herë bota shkon nga ana ekonomike, shkon pa keq, rritjen tensionet e luftës, kur kemi pasur shumë në fund të viteve 50, 60, 80, por edhe ato ku dukurzuar komunizmi. Kështu që marrëveshjet që janë bërë në shumë shtete kryesore, mes shteteve kryesore, sidomos për nuklearizmin, kjo lë shumë për të dëshiruar dhe tashmë të dhënat e fundit që vijnë nga Amerika thuhet që tash testimi i tyre ka filluar. Pra, Trump e tha javën e kaluar, por këtë javë ka filluar testimi i tyre në bazash, domethënë në miligrame shumë më të vogla dhe jo ashtu, por edhe Putini të njëjtën anë ka filluar diçka domethënë në provën e tyre, por kemi bërë prove bomben që do ta hullin nuklearen dhe jo vetë nuklearen, por gjithsesi diçka ka filluar dhe kjo nuk është të duket shumë e hajër, por të edhe janë presione për nga një tjetër. Pra superfuqitë e mëdha, Amerika, Kina, ato i bën edhe mundohen të bëjnë edhe presion duke përdorur domethënë këtë të thëna dhe këto prononcime zyrtare, qoftë ndoshta edhe vetë arma nukleare.
E qartë, këto presione, Sokol, se i përket deklaratës që ka bërë presidenti i SBA-s Donald Trump, a mund të përdoren për rikthimin në tavolinë të negociatave për armët bërthamore? A mund të përdoret, e paktën shumë strategjistë thonë që kjo aty do të shkojë, pra do të përdoret për këtë punë, por si do të reagojnë do të kuptuar edhe vetë Trumpin se nuk i dihet se çfarë sot e thotë ndryshe nesër, e thotë ndryshe pas nesër e thotë ndryshe. E qartë. Ka ana tjetër, Sokol, kritikët thonë se rifillimi i këtyre testimeve bërthamore mund të ndezë edhe një cikël të ri tensionesh global dhe mund të rikthejë edhe frikën e viteve të luftës së ftohtë. A është kjo një lëvizje, Sokol, e menduar për të rikthyer frikën e instrumentit politik? Po, kjo është e menduar, nëse e referohen për shembull fiks para 5 vite kur ishim në kohën e pandemisë, do të krijuar një frikë, pra aty domethënë janë këtu të gjitha me paramendime, pavarësisht se si i emërtojmë ne dhe si shprehen në publik apo se si nxjerrin në teatr ajo e shkruar, por gjithsesi janë ajo frika pra dhe pika kryesore këtyre përdorimit këtyre testimeve, po mendoj që kjo është tani të paktën, por do të shohim se dimri është i ftohtë në shumë kontinente të botës dhe nëse referohemi domethënë në Amerikës direkt pas tyne fjalimeve të ashpra për testimin e këtyre armëve për të treguar fuqinë e vet, kemi edhe prononcime krejt të tjera, ku thot për Argentinën, ku thot për Sudanin, ku thot për Nigerinë, për tjera që për ndërhyrje të tjera, pra kjo tregon që i sebepi i tyre domethënë është ajo për të krijuar atë frikën e reale tek populli, pra domethënë tek opinioni mbar botëror. E qartë. Mirë, Sokol, nga ana tjetër Trump ka thënë se ka urdhëruar Departamentin e Luftës të përgatitet për aksione ushtarake në Nigeri. Kjo ndërkaq ngre dhe pyetjen themelore për kufit e kompetencave prezenciale dhe për procedurat ligjore. Nga këndvështrimi i së drejtës ndërkombëtare, Sokol, dhe të ligjit amerikan, çfarë autoriteti ka presidenti për të urdhëruar sulme jashtë vendit pa miratimin e Kongresit? Apo për të shpallur një luftë nuk e ka, domethënë, e drejta amerikane, pra ligji amerikan nuk e ka ashtu, po dhe ligji ndërkombëtar nuk e ka ashtu, domethënë do të marrë vendime. Edhe Amerika do të marrë vendimin e vetë Senatit amerikan, po ashtu edhe Kombet e Bashkuara, por në fakt disa pika kryesore të ligjit amerikan dhe të kushtetutës amerikane janë që ja japin atë drejtën. Pra për të ndaluar një pyetje, një genocid, thotë, siç thotë Trump i gjë, po shpëtojnë kristianet atë në Nigeri. Ky është preteksti i tyre, apo po ndalojnë ato nëndecet që janë të mbushur me drogë të atyre që po gjoja përfuten në Amerikë, pra e ka një të drejtë, pastaj konsolidimi i saj do të më kaluar për Senatin amerikan. Po ashtu edhe të Kombet e Bashkuara, por nëse je më i fortë i të fortave në këtë botë, domethënë Amerika ka dhënë disa shembuj që këtë është një gjë të bën, për shembull në fundit e kemi edhe sulmi me dysha që bëri në Iran, pra që i bombardoi centralet nukleare të Iranit dhe edhe ai nuk mund ta bënte domethënë normalisht pa okejin e Senatës, por ai ligji i amerikan i jep atë mundësi, pra hira, dola e bëra, ndalova dhe u ktheva. Pra nëse shohim në këtë aspekt, Amerika mund të bëjë shumë gjëra sepse e bëri. Domethënë pra këtë vit ja arrit ta bëjë një atë gjë domethënë pas Senatit. Por ne referohemi luftës së Irakut apo të Afganistanit, ndërmarrësh që është marrë okay nga Senati aty, edhe pse më vonë për shembull pasaj dalin që jo, po Saddami nuk ka pas barba bërthamore të tjera, nëse ju kujtohet domethënë vite më parë që pat folën atë kohë Bushi, po edhe Tony Blair i Anglisë. Pra ato normalisht nuk i ka të drejta presidenti amerikan, por ka një pikë, domethënë neni 4 pika A, B, C, nuk pikë C, që ja jep atë të drejtë dhe pastaj konsolidimi i asaj, sepse kështu e mund ta bindi edhe Senatin, që ishte një gjë shumë e rrezikshme, domethënë nuklearizmi, për shembull atë që ndodhi në Iran, edhe ne e anulluam, domethënë pra ne e fshim nga rrugët e tokës dhe nëse kërkohet një hyrje, normalisht edhe Senati amerikan do të japin okay. E qartë, në fakt, si pritet të ndikojë dhe pezullimi i ndihmës amerikane, Sokol, në kapacitetin e Nigerisë për të luftuar kështu grupet ekstremiste dhe nga ana tjetër, si mund të ndryshojë kjo dhe raportet strategjike midis Washingtonit dhe Brukselit, por edhe vendeve të tjera? Po Brukseli e shef në aspekti tjetër, domethënë e shef totalisht ndryshe Nigerinë, sepse ka vetë si thënë asaj, ka fushën e ndikimit të vet asaj, kurse Washingtoni e shef krejt tjetër, Kina e shef po ashtu ndryshe edhe Dhe përreja e ndihmës së këtyre normalisht është totalisht një strategji e vetë Amerikës dhe për këtë ndihmon projektin apo strategjinë e Amerikës, kurse për Europën jo, por do të shohim në ditët në vijim se si do të reagojë
Europa, ku Europa them Europa, por në fakt nuk e kemi një politikë të jashtme apo një ushtri të Europës që vendosin sikur vendos vetë Amerika, domethënë, por do të kemi prononcime ndoshta krejt të ndryshme që ofron Anglia, Franca, Spanja, Gjermania, do të kemi të ndryshme, por gjithsesi gjithë ky projekti që thotë Trumpi është strategjia e vetë Amerikës dhe me bot kuptimin dhe me me interesin totalisht të Washingtonit dhe jo të vendeve të tjera, pra të Europës apo të tjera. Këtu mund të kemi një krizë mes tyre, por